Muharrem Shabani u ngarkua me detyrën për ta lexuar deklaratën kushtetuese të Kosovës saktësisht 35 vjet më parë. Atëkohë regjimi i kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević ushtronte masa represive për shqiptarët e Kosovës, pas heqjes së autonomisë në vitin 1989. 114 delegatë të Kuvendit të Kosovës nuk qëndruan duar kryq. Ata, jashtë Kuvendit, shpallën aktin e parë juridik të pavarësisë së Kosovës. Me shiqu nga aspekti juridik e kushtetues është akti i parë. Kushtetues e juridik, i cili me të cilën është shpall mendoj pavarësia e shtetit të Kosovës. Godina që tash i shërben qeverisë Republikës atë dy korrik u shërbeu snajperëve serb. Shabani deklaron se delegatët ishin të vendosur ta lexonin deklaratën kushtetuese edhe nëse kjo do t'u kushtonte me jetë. Kishim pru një karrik, mu ullë aty me lexu, unë nuk e pranova aty, thash në kom do ta lexoj, se është një akmeransi, në qofë se si thërë populli u shkru, me vdek të vdesën për këtë akt të gjithë së bashku. Pak ditë pas kësaj deklarate, autoritetet e Serbisë shpërndan Kuvendin e Kosovës dhe mbyllën kanalet kryesore të informimit. Pas diku 18 vjetëve nga kjo ngjarje, Kosova u shpall shtet i pavarur. Sot dyert e Kuvendit ku përfaqësohet populli nuk i mbyll askush. Akti i dy korrikut të 90-s u kujtua nga përfaqësuesit e institucioneve dhe nga partitë politike, si ditë historike për aspiratat e shqiptarëve për liri dhe pavarësi.